Vepër tjetër që e gradon njeriu lart në xhenet janë 3 të përmendura në një hadith. Aty tregoj unë juve se me çfarë u afshin Zoti gjunahet dhe u gradon në gradat më të larta. Transmetimi tjetër. A i dini ju se për çfarë në thonjza shqip kështu, në thonjza zihen me lajket atje lart? Çdo thot zihen? Pra garojnë me lajket kush e kush t'ja shkrui pari se vapin dhe shpërblimin. Than Allahu dhe i dërguari i tij e di më së miri. Tha izbagul wudu'i fil makari. Marrja abdesit në vështirësi. Wa kathratul khuta ila al masajid. Ecja në këmbë për në xhami. Shpeshtimi i hapave për në xhami. 2. Wa intidharu salati ila as-salah. Me prit nga namazi në namaz. Fadhalikumur ribatu, fadhalikumur ribat. Shpërblimin e merr sikur me qenë front të luftës. Marrja abdesit në vështirësi. Se kur nuk ka probleme, ftohtë e kështu marrin abdes njerëzit. Ama ta marrësh abdesin të rregullt në vështirësi, se vapi është shumë i madh. Kjo nuk do të thotë që ti t'ja vështirësosh abdesin vetestate, por fakti është kur je në një moment që ka vështirësi abdesi, ti je korrekt. 2. Shpeshtimi i hapave për në xhami. 3. Pritja e namazit. Thot njëri prej dietarëve të Islamit, po mirë thot, nëse abdesi pas ka këtë shpërblim. Nëse ecja për në xhami pas ka këtë shpërblim. Nëse pritja e namazit ka këtë shpërblim, po namazi vet. Subhanallah. Fshin gjunahet, lartëson gradat. Dhe me lajkat atje lart garojnë kush e kush t'i shkruaj. Normalisht nuk bëhet fjalë këtu që njeriu të presi nga sabahu deri në drek, se s'ka thonë Islami njeriu të pezulloj jetën e tij se do ta rri këtë hadithin. Po ka raste që njeriu ka mundësi, siç është kur ka i ligjërat, kur ka i mësim, kur e ka xhamin afër shtëpisë vet që mund të presë për shembull akşamin me yatsin, e kalon kohën për mendjen e Zotit, e ku dëgjon etj. Që mos të ketë keq kuptim.